pari siç e dini që nga 15 prilli ka pasur përpjekje të vazhdueshme për të konstituar Kuvendin e Republikës së Kosovës. Pra në njërin anë ka qenë përpjekja e lëvizjes vendosje dhe partnerëve gjithsesi deputetëve që të përfaqësojnë Komunitetin Jugoshavisë në Republikën e Kosovës, dhe në anën tjetër me mungesën e vullnetit të partive opozitare që të kontribuojnë në konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Ndërsa që nga 1 maj ka filluar propozimi i kryesuesit të seancës për votimin e fshehtë, edhe sot nuk kishte sukses në këtë pikë për faktin se opozita refuzoi që të merrte pjesë në votim, siç ka bërë 21 herë në vazhdimsi që nga 1 maj. Sa i përket propozimit që vjen nga partia e tretë që ka dalë në zgjedhje, nga kryetari i DDK-s, Zoti Altin Gjiku, ne kërkojmë unitet për konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Pra është jashtëzakonisht e rëndësishme që kemi unitet që ta konstituojmë Kuvendin e Republikës së Kosovës. Qytetarët e Republikës së Kosovës e kanë thënë fjalën e tyre në zgjedhjet e shkurtit. Kryeministri Kurti është lideri më i votuar ndonjëherë në Republikën e Kosovës dhe lëvizja vendosje sot është subjekti i parë në së shumti vota në vend. Prandaj propozimet e tilla janë tendencë për të minimizuar vullnetin e popullit, për të shkelur atë dhe natyrisht nuk e kanë mbështetjen e lëvizjes vendosje. Ata thonë qeveri e tranzicionit dhe të tjera, por qeveri tranzicionit e kemi për momentin. Sepse qeveria jonë, qeveria ndërheqja apo ndërtyrë, është edhe qeveri e tranzicionit sepse e kryejmë punën deri në qeverinë e ardhshme. Prandaj le të braktisin këto qëndrime të cilat janë kundër vullnetit të popullit dhe tentojnë që ta minimizojnë siç thash vullnetin e popullit dhe le të kthehemi të unifikuar për ta konstituar.